Përshëndetje miq, jemi në podcastin, një nga podcastet më super, sepse bashkë me mu është Glen Sina. Mirë se erdhe Glen. Mirë se vjeta. Në këtë podcast është shumë e veçantë. Sa herë kemi mendu po sikur të bënim një podcast. Jo po sikur ta konceptonim një i dhom podcasti. Po, gjithmonë kemi folë. Edhe ja ku jeti tash këtu duke biseduar me mua. Hajde për njerëzit që s'njohin, edhe për ato që të na shohin, kush është Glen Sina? Ku jeton ti Glen? Unë jetoj në Zvicër, në Zyri. Jo keq. Jo. Jo keq. Po. Atëherë çfarë bën atje në Zvicër ti? Unë punoj me njerëz me nevojat posaçme. Mhm. Kam dalë komplet jashtë profesionit që kam bërë këtu kur isha në ICF. Këtë gjë. Por që më pëlqen shumë. Na sa që. Jam i martuar, kam një çun, 4 vjeç e gjys, i mbush 5 shpejti. Martuar me Betinën. Kështu që kjo është familja jonë, e vogël. 3 vjet. E vogël, por shumë energjike. Fantastike. Shumë energjike. Me goc, kështu goca ka radhën, ëh? Avash. Jemi mirë për momentin. Hajde do hyjmë ne, sepse ti je në diasporë, i jeton atje, edhe se sa mirë që ke ardhur, ne po e shfrytëzoj rastin që bëjmë çik mohabet bashkë me qetu, edhe të flasim edhe me ju që na ndiqni online. Po tash nga do ta fillojmë. A e fillojmë herët fare? Herët fare, Gleni, kur ke dëgjuar për Krishtin fillim fare, edhe si ndodhi? Në fillim fare për Krishtin kam dëgjuar në moshën 9 vjeç. 9 vjeç, klasë 3, sa më mirë. Klasë 3. Klasë 3, tamam. Kështu ishte, klasë 2, klasë 3, sa ka qenë ishte prishë edhe sistemin atë kohë. Bie që 94, 95, edhe 96. Po klem se sa vjeç i ti? Unë jam 40 i kam ush. Rumbullak. 40 vjeç. Po. Në atë kohë ishte një person, një çift nga Amerika që vinin në fshat, mendoj që ka qenë edhe një grup të tjerë që vishin bashkë me to, sepse sa kishin ardhur si skuadër. Vinin te shkolla jon. Edhe mbas shkollës bëni takime edhe na jepnin edhe Biblën. Për fëmijë ka qenë me kapak të kuq. Kam nostalgji për atë. Akoma është ajo Bibla. Kam shumë nostalgji për këtë Biblën sepse në fillimet e mia aty kam pas edhe atë kohë s'kishte libra, nuk kishte as filloi literaturë. Unë e kam pas qef librin gjithmonë që kur isha i vogël. Edhe sot e kujtoj që kur binte shi jashtë, shtrihesh ke divan dhe lexoja Biblën me këto tregime të bukura. Kam shumë kujtime të bukura po. Sa qef. 9 vjeç jove, kishte konteksti. Kur besove? Sa kodesh? Vite, muj, kur ti u informove, morë vesh çfarë është, po kur kam shkuar për shumë të paktën për 3 vite të tjerë kam shkuar në takimet e fëmijëve, se nuk ishte aq e thjeshtë për të kuptuar, se ishte diçka e re. Diçka e re për gjithë, se ishte fillimi i demokracisë. Ishte fillim edhe për njerëzit vetë rriturit ishte diçka e re. Në herë edhe i kesh kuptonin ato Jezusi kështu ashtu. Pastaj unë kam besuar në moshën 12 vjeç. 12 vjeç. I bie si 3 vjet kohë, nga momenti që dëgjove derisa edhe shumë mirë, po pastaj ti erdhe në Tiranë, edhe fillove punë, fillove ndryshove jetën nga atje këtu, edhe pastaj fillom duke menduar për këtë kishën e re, një ICF, çfarë ICF. Mami në ato fillimet e ICF-s, ICF ka filluar para 15 vjeç kur kemi filluar duke menduar. I mbajmën shumë mirë dhe di që se ne kemi gati 2 vite kemi qenë duke kriju skuadrën. Edhe mezi e prisnim sepse ishte gjë e re dhe ishte gjë për të ri para 15 vjeç një kish për të ri, ne mezi e prisnim në fakt sepse jo se kishat e tjera ishin keq, po kur je i ri nuk e di se çfarë do ndonjëherë. Do pak ti jesh më i lirë, më kështu. Donim diçka të re, po që ke muzika, që ke ambienti. Edhe mezi po e pritshim, ka qenë qef. Sa qef. Ta kemi shiju shumë. Edhe kur bënim takime ne kemi pas bërë tek një lokal tek Pazari i fillimet. Po, edhe ishte qef. Fillimet çfarë vjen, si 3-4 muaj të para. Po. Në një lokal crazy atje, muzika. Jo, takimin e Teams. Të skuadrës. Ka qenë tamam te Pazari, te White House Club. Po, që sot është diçka tjetër, restorant diçka. Restorant, Po. Në fakt kaloj herë më herët edhe kujtoj sa nostalgjik. Po, në katin e lidheshim kat dytë. Katin e dytë, takoheshim të gjithë, po. Ky ishte fillimi, pastaj. Uleshim kështu si në klub, si me tavolinat të larta. Ashtu ka qenë, po. Tanave se fundjavë ishte plot aty, po tanave ishte bosh, e mlidhem
Lesh me të ndronin, po sikur bëjmë një kish kështu. Po. E ti u përfshive që në fillim, ças ke bëu që në fillim, media, që në muzikë, po përçik, media, muzikë, e di që ti e ke qef atë gjë, po do të ngacmoj aty shërbes tjetër. Youthët, sepse youthët, adoleshentët, kur ka qenë drejtimin tënd, sa 2 vjet, 3 vjet sa i drejtohet youth? 3 vjet e gjysmë diçka e tillë. Më shumë se 3 vjet. Po. Ajo ka qenë si kohë e artë për youthët, a? Po. Kishte Ka qenë edhe e shikoj edhe të buzëqesh me ty. Kur sa herë që flas për adoleshentët, kam emocione shumë të bukura, kam shumë dashuri, ndjej shumë dashuri. Madje edhe ka qenë një shprehje në ato kohë që thoya unë, adoleshentët e mi, ku janë adoleshentët e mi? Youthët e mi. Edhe gjithë njerëzit e mi që jemi shumë miq, ata youthët e tuaj më po prit, nuk janë vetëm youthët e tuaj. Po ka qenë një kohë shumë e bukur, ka qenë edhe një kohë rritje edhe për mua. Aha. Domethënë, unë kujdesesha për të rit, por edhe mësoja shumë nga ato. Ishte shumë e bukur. Fantastike. Po unë do doja të rinimin çik aty, sepse ajo është shërbes e bukur, po ka një moment të bukur, ose një ose 2 momente të bukur, por në një sfidë, adoleshenti janë adoleshent. Sigurisht, po. Çfarë është një moment i bukur, se është sigur që ka shumë, po 1 ose 2? Atëherë, momentet bukura kam pas shumë. Ndërsa momenti më i vështirë, do thoja që ka qenë kur i mora në fillim, se ishte diçka e re për mua. Punosh me adoleshent, biles kur ti ma propozove të merr adoleshentët, isha, adoleshentët, çfarë du më bëj? Ku merresh me adoleshentët? Çfarë fletë, unë s'kam as lidhje me to. E ti që the, jo, se unë shikoj që ato të ndjekin ty, kështu që mendoj që ti mund bësh diçka të bukur. Edhe kisha gjithmonë mendime që si do t'i drejtoj, se është delikate, mund t'i çoj. Apo do binden, mos marrin kot. Pa dashje mund t'i fuset në për rrugë që nuk i takojnë atyre tjerë, po me lutje, duke lexuar fort. Ju përshëndesim juve adoleshentë, do përmendim emrat. Hajde këto kujtojmë. Po Klinti Çollaku, Endri Zjoni, Kati, Ansi, Kristi, Bori, Ralfi, Bori, shumë të tjerë. E tjerë, tamam, sa shumë ka qenë. Erilda që sot po shërben, Rosela, Megi, Endri Madh. Se kishim 2 Endra, Endri Madh dhe Endri Vogël. Po, Endri Madh. Endri Madh ka qenë fotografi i parë që kemi pas në më këtë. Endri ishte po u fut tek fotografia, se kishim nevojë për ashtu. Ato kishte më shumë qef. Futemi te kjo, se doja ta ngacmoj çik te historinë e Endrit, sepse është çka ke boti me youthët një gjë unike, sepse kanë qenë shumë gjëra unike, është që kishte fiksim. Kishte shumë qef të mësoje një gjë të re. Po. Edhe madje ka shumë të ri që gjërat e reja që mëson kish me ato profesion, ato po punojnë sot e kësaj dite. Çfarë kanë qenë workshopet e para që ke bërë me adoleshentët? Po, pasionet e mia ishte fotografia, video, audio, i kisha shumë qef. Unë vetë nuk i zotëroja shumë mirë, po ato që kishe ti më ato që kisha edhe vetë i mësoja në për tutoriale etj, edhe i praktikoja edhe te Icafeja, sa kishim edhe nevojë. Po, edhe nëse ishim më po, edhe gjëra që i bëja edhe vetë, ja mësoja edhe adoleshentëve, po. A shumë qef që ke pas të mundësi. Po, pastaj ishte Photoshop. Mund t'i them apo po çfarë dush? Photoshop. Ishte Photoshop, ishte Premiere. E thoshti më atë një verë që ke bëu workshope në të ndryshme. Po. Ka pas 5 workshope të ndryshme, grupe të ndryshme. Po, kemi pas grupe të ndryshme dhe Photoshopi ka pas 2, edhe një Lightroom, çfarë pas janë aty? Lightroom për fotografinë, po. Për fotografitë. Kishim Premiere Pro për videot. Për audio, për radio, që kemi pas ne? Jo për audio nuk kishim, po kishim për vegël muzikore. Po, vegël muzikore. Për kitarë edhe bateri, kemi pas. Po ishte shumë e veçantë. Ishte veçantë, sepse në kohën kur unë fillova me adoleshentë, do më thonë, ishte sapo luzoj edhe shumë edhe media sociale edhe Instagrami, dhe direkt. Adoleshentët u hedhën me kokën në Instagram dhe koha ishte më e madhe aty. Ndërkohë që ne po mundoheshim të jepshin diçka më praktike, që ata edhe mund të mësonin dhe ta shijonin që të dukeshin edhe vetë që po bëjnë diçka shumë bukur. Edhe kishte shumë besim tek ato. Mamen. Po. Ne kemi kursyt, se mamen sa le kursim që blejnë aparatin e parë.
Edhe aparati i parë ka Më duket se ka qenë $450. $450,000 ishte gjë e madhe. Sot e 15 vjet ishte shumë gjë e madhe. Të besoj një adoleshenti ishte puprish, edhe ti kishe mendsi puprish. Rëndësi ka që po e përdor. Puprish, normal që do prish, se po përdor. Normal që do prish, kështu që rëndësishme është që ato mësuan diçka, mësuan se si bën fotografi. Të paktën 3 prej tyre kam mësuar shumë mirë me bë foto. E din vetë ato. Atëherë, çfarë këshilla, sot kemi Rubin Kitën që drejton adoleshentët. Nëse dhe jepja Rubit një këshill për adoleshentët, një merak ose një gjë që shiko, do të nxisja ta bësh këto ose mos e bësh këto, ose ku rriu afër, nuk e di, çfarë këshilla do të jepje sot mas kaq vitesh brezit tjetër të liderave të adoleshentëve? Sigurisht që Biblën do t'ju thush aty, do t'ja mësosh, domethënë, po ajo çka ka ec me mua ose ka funksionuar. Që funksionoi, më fal se që funksionoi më shumë mua është që miqësia. Ka nevojë për miqësi edhe. Duan miqësi, duan të kalojnë kohë së bashku, bën gjëra së bashku, se kur bashkohen adoleshentët bashkë mund bëjnë gjëra shumë bukura. Ashtu. Po. Kjo i manë shumë të lidhur. Koha me to, të rish me to. Po. E po i thaj Rubi, çfarë bonin kafe, sepse ulen e herë rrim 3 orë bashkë. Po. Si që vetëm kemi qef të rrim bashkë. Po, edhe kjo. Edhe po i thaj Rubi, po sikur ta bëjmë ju sot kështu. Mos fokusojmë vetëm te ora e programit. Po. E bëjmë si 3 orë, rrim bashkë. Rrim bashkë. Ti në telefon tatun, rrini kështu kafe. Pse mos ta bëjmë ambientin e ICF-s se puna kësaj kafes. Edhe duke ide shumë mirë, kështu që do jenë duke provu. Por nuk ka qenë vetëm aty te ju, ti ke ndihmuar, shiko, kemi shtruar shumë shine, jo vetëm për ICF-n. Takova një shok në Elbasan. Po. Edhe ky shoku që është në Elbasan, tha, shiko, gjërat që ne ju kritikonim ju atëherë ICF-n, po, sot janë gjithë kishat e përdorin. Po, por puna është se sa vështirë, ka qenë shumë e vështirë atëherë kur do t'i konceptoje vetë nga fillimi, sepse tash ne mund ta mësojmë dike. Ore, por ne kush ta mësoj? Ne ishim gati, e provojmë, po se eci mirë, lëmos eci mirë. Ashtu e kemi bërë, provojmë. Kisha online ishe një ata. Po. Risi. Ishte risi, po. Ishte risi që në konceptim, që si do merresh me njerëzit, si do, që ishte kishat e tjera, për shumë, do ndalohet e kishat e tjera, sa shumë kishat tjera përveç ICF-s ke ndihmuar ose që të kujtohen. Sidomos në 2020 njerë, ishte koha Covidit. Kur ishte koha Covidit, unë isha në Zvicër edhe Zvicra si të gjithë vendet e tjera unë byllë, edhe unë kisha kohë. Ndihmoja ICF Tiranën, po gjetëm kohë që të ndihmojmë edhe ca kisha të tjera. Disa kisha të tjera. Që kishin dëshirë që të bënin transmetimet live. Po, se ishte për ne ishte viti 6, viti 7, ishte lehtë fare, nuk që në një kështu, domethënë. Nuk që në kurse për kishat e tjera ishte gjëre. Sidomos për ata që i kishin vendosur ca barriera që kjo nuk funksionon. U shemën barrierë. I gjeti papritur. Edhe që e vështirë se si ti t'ua shpjegoj atyre se ishte e thjesht për t'u bërë, por për atë që pak kështu se ishte diçka e shpejtë. Bravo. Edhe duhet shumë shpejt. Ta pranonin që kjo është gjë e mirë, pastaj ti mësoje si ta bënin. Po. Ditë ku ke 4 ose 5 kisha. Sa mirë. Që kam kontaktuar me ta. Plus ICF-n që ndihmoi që bëj live streaming të diellave edhe mozaikun e Lushnjës. Samirit përshëndesim. Samirin dhe Irmën. Po. Kështu që këto dyja i bëje live stream. Po. Jeta personale, qa u biketi Gleno? Se të shof që qa nuk poston ti aty në media sociale, ose cilë është një nga hobet? Teknologjinë ako me ke qef. Vdes për teknologjinë. Gjithkohë një duke ble diçka të rejt, pa i se jo i dron, jo i aparat, jo i një gjë. Po edhe fotot, videot, akoma i ke qef fotot. I kam shumë qef, po, edhe i përdorë në kohën e lirë shumë. Që në kohën e lirë, kur si e duke punu, e duke bë foto, duke bë video. E sigur që kam shku në mal, ose në event që është i bukur, që ka ngjyra, ka... A do të më shku larg Zvicër me gjithë mal? Aty vërdall, ka shumë vendet bukura. Duhet pak, 1 orë ndoshta. 1 orë? Ka dhe kodra Zvicër, ka dhe fushat bukura. Ka dhe fushat bukura, dava? Edhe liçene plot, po. Super. Cila është një gjë tjetër? Po ti nxjerr me grepën ti tash gjatë udhëtimet, ti ke qenë udhëtimet. I kam shumë qenë udhëtimet. Në sa vende ke qenë që i mamen në për Europë?
diku të 10, të paktën 10 shtete. Të paktën 10 shtete. Që Kush është kështu kam kalu në për shumë shtete, por që kam dalu dhe i kam shiju traditën. Ishe në Francë ti më duket, ë? Isha në Paris, po. A ke qenë në Paris ta i vendi ku pjeta kafja e artistave, si quhet rruga? Ja harrova se si quhet, po kalova, po nuk është se nuk është si aq. Si overrated, ë? Shumë. Gjithsesi, ishte e bukur, por nuk ndalova që të pi kafe. Një nga vende më të bukura. Një nga vende më të bukura, përveç Zvicrës. Përveç Zvicra, Cila është dyta? Ka qenë Suedia. Shumë i bukur. Sa qef. Po. Kështu, çfarë bëjmë pyetje tjetër në ty? Shiko, do të bëj pyetje tjetër. Prapë do kthesh çik te familja. Po. Ti spari për veten tënde një. Po. Atëherë Gleni tash jeton në Zvicër, thej që e martuar me Betinën, thej që Liami është 4 vjeç e gjysmë. Çfarë punë bën Betina? Betina është mësuese. Mësuese te veçare në veçare primare, domethënë që bie klasa e 3 deri në klasën e 6. Ju keni të ndamë kështu? Janë të ndamë. Ne kemi fillore klasa e parë deri 5, pastaj në veçare 6 deri 9. Ndërkohë atje është klasa e parë deri në 3 është filloria, pastaj quhet primar. Si e mes. Si primar. Kështu që jep ka lëndë specifika, po gjithë lëndët asaj grupit. Ka të gjithë lëndët. Muzikë, sport, matematikë, frëngjisht, anglisht, ka të përgjithshme. Familja, hobet. Më fal. Është pak, s'ka problem. Është pak mosh se tani mosha e adoleshencës është më poshtë tani, kështu që ata janë adoleshentë janë ca të lodhshëm, por si thua më poshtë, tash dikur ka qenë 13, i bie që është si 12, 11. Tani po. Aty nis. Rritet më shpejt. Nuk e di pse, ndoshta edhe nga media sociale rriten çik më shpejt. Zhvillimi, po. Puna jote, the që ke një punë të veçantë që është ndryshe, ç'është ajo puna? Puna ime është dashuri. Puna ime është dashuri. Kështu e quaj unë se megjithëse kam rënë dashuri me punën time, se kushdo që më pyet un flas me kaq pasion, saqë në herë ato miqtë e mi që i kam afër thonë, është megjithëse kështu apo po egzagerojnë. Po egzagjeroj për të na thënë neve që je mirë. Por në fakt është jam shumë mirë. Është si mision apo puna? Si mision, po. Kur rri mendoj e di që e kam çuar përmend kur isha ndoshta i vogël ose adoleshent, kështu që se në këtë lloj moshe njerëzit ose besoj adoleshentët mendojnë një idealizëm, jo si për të bërë mirë për njerëzit e kështu, po pastaj nuk e di se si shkon rruga. Ti kujdesesh për unë kujdesesh për njerëzit me veçanta, me nevojat posaçme, po nevojat veçanta. Po, shumë veçantë. Kur i ka nga këtej, domethënë, si, profesioni im ishte multimedia, media këto gjëra. Kamera, multimedia, video, live stream e gjëra. E kur shkova atje thash, jo, do bëj diçka tjetër që ka lidhje me 3x3 me njerëzit. Ua, sa fantastike. Po. Që ndërkohë edhe në shkollë, si të po bëj edhe shkollën, po. Që ka lidhje po me një në fushë. Po. Punë sociale. Punë sociale. Yes, atëherë ç'është një gjë tjetër. Na folin çik për atë, po të kisha lokale. Ti je pjesë e kishe lokale në Zvicër? Unë jam pjesë e ICF Zyriut. Yes. Moma e gjithë ICF-ve. Mama e gjithë ICF-ve, është kishe madhe që ka rreth më shumë se 5000 njerëz. Wow. 5000 lumë njerëz. Po ka diku të 4 takime të dielave. Çdo të diel 4 takime. Kurse unë shkoj në një nga takimet edhe bëj pjesën e postimeve në. Je edhe vullnetar atje. Jam vullnetar, po. Sa qef. Familja, puna, hobi, kisha, sa shumë gjëra bën ti çuna. Po zoti ka vendin e vet. Pa, prit tash. Do kthehemi kjo pjesa se më intereson ti që je në një vend tjetër, në diasporë, nuk e dim ku je, nëse në Zvicër, Gjermani, Itali, në Amerikë, ngado që kushtoj çik vëmendje se do t'i bëj Glenit një pyetje që mund të interesojë edhe ty si mund përfshesh. Gleno, ti ndihmon kishën ICF, kishën ICF Tirana, kishën tonë. Po. Pa qenë këtu. Po. Çfarë do thotë kjo? Ti si gati një vit vjetë të temi. Nuk do thotë ti jesh në një kishë, do të jesh atje prezent për diçka. Do të jesh fizikisht patjetër për të diçka. Tani që teknologjia është e hapur, interneti edhe kisha online që është bërë shumë më hapur, ke mundësi të shërbesh kudo që të jesh. Po. Po kollaj fare. Ne fatmirësisht edhe do t'i përshëndes kocat edhe çuan që na ndihmojnë të kisha online. Skem Marianën, Danimark, Alba që është në Zvicër, Hesti që gjej tash Klaudian, e sigurt që do ngatroj ndaj emër, e do harroj dikë.
do ishte pyesja e Rilden ose Angji më mirë, por i përshëndesim nëse pa dëgjoni këtë. Po si do t'i motivoje ti? Për shembull jam shqiptar, jam në Suedi. E ndjej mungesën që, shiko, jam siç i numërove ti, kam familje, jam punë, po të doja të kontribuoja të bëja diçka. Si do e motivoje ti ata? Një çun, një gocë, një çift? Të kesh vetëm familjen është gjë shumë e bukur, por do të ke nevojë të kesh edhe të socializohesh me njerëzit e tjerë. Kështu që kisha është mënyra më e mirë. Të paktën për mua që shkova në Zvicër dhe nuk kisha shumë njerëz, vetëm Betinën, nusën time kisha. Po ICF-ja ka luajtur rol shumë të rëndësishëm sepse nuk e ndjeva, jo se ndjeva mungesën e ICF Tiranës. Po, tash je ta ndjej akoma, po që është fakt që kisha njerëz edhe shkoja te kisha dhe ndjesha edhe i vlerësuar kur boja diçka tjetër. Kështu që nëse ti je diku, hapi numër 1, gjej një kish lokale. Gjej një kish patjetër. Nëse je në përbot, kudo që mund të jesh, kërko gjej një kish lokale, është e nevojshme. Mund të them vetëm diçka te kjo. Në Zvicër njerëzit që janë mosha 30 bie pleq që janë në pension, për shkak se kur del në pension nuk ke më shok se ca kanë vdekur, mbetesh vetëm, njerëzit kanë kriju vetë clubs që shkojnë takohen diku, lozin domino, letra, ose për vetëm pleq, vetëm burrat, këtu në Shqipëri vetëm burrat, plaka 3 shtëpi. Po të them një shemb. Gratë vjetra më shkurt. Gjyshja e Betinës është larg nesh një 35 minuta me makinë diçka e tillë. Ne kemi shumë qejf ta vizitojmë, sa herë që më në telefon, je aty në shtëpi sot? Jo, sot mos hajde sepse kam klub dhe do shkoj me bot triko. Shkoj për të bot triko, do shkoj për sot do shkoj të lozim domino, sot jemi për drek edhe më vezi kemi gjetë një herë kohë për ta vizituar sa është 95 vjeç. Po na ikën. Po ai jep makinës vetë ajo 95 vjeç? Jo, shkojnë me autobus, shkojnë me tren. Ka sisteme të tilla. Sistemi është shumë i mirë atje. Ato takojnë ku, të shtëpia e dikujt apo ka vende asaj? Mendoj që ka vende që zona komuniteti që shkojnë. Po. Të komunat e këto gjëra. Kështu që ato e dinë më mirë se ne, domethënë janë të vjetër dhe prap ka nevojë për socializim. Kisha është mënyra më e mirë. Është mënyra më e mirë. Të gjithë njerëzit atje kanë një qëllim, që është qëllimi i madh. Unë do të nxjisja një gjë tjetër, nëse ndodh që nuk gjej kish lokale, sepse dikush ta shkoi në kish aty lexonte Evangelika, kujdes si bie gjermanisht, po ishte shumë e vjetër me stola drunin, gjante më shumë si kish katolike. Do nxjisja shfrytëzoj ICF në shtëpi. Po, ICF në shtëpi është shumë e mirë. Këtë javë më çoi dikush kishte lidhë atë kur ne ishim live në YouTube, kishte lidhë televizori, të dhoma pritjes, e kishte kthy dhomën e ndenjes në kish, kështu që mund të jetë kjo një mundësi. Aq më tepër që ICF-ja vetë ka në ICF Tirana e ka si synim njerëzit dhe gjithmonë flet, sikur po flet me personin që të shikon nga ajo platforma. Kështu ndjet kështu më gjë? Ndjet po. Faleminderit. Ju përshëndes që jeni online. Unë jam divan. Kështu që e ka me mua domethënë. Po, është shumë personale, e djem domethënë. Po. Është e qëllimshme edhe sa mirë që e përcjellim atë. Po. Tash në skopin mohabet, po do të bëj edhe pyetje të fundit për një hobi tjetër që ti ke, librat. Po. Sa më herë në fund sa bleve 14 libra, ku diun sa bleve një valixhe me libra. Prapë i valixhe kam blej prapë. Ke blej prapë të herë? Blej prapë. Okej, sa shumë do libri më shok. Edhe para se ti di anglisht, gjermanisht, prapë ke qef ti lexosh libra shqip. Shqip sepse është gjuha jonë. Është gjuha jonë, sigurisht. Po. Çfarë zhanri ke qef më shumë me lexu këtë? Nëse të ishe kështu, ku diun, romane apo praktik për të zhvilluar vetë apo çfarë? Libra që unë lexoj më shumë janë librat self development, për zhvillimin tënd, për të rritur më shumë, domethënë, por nuk le pas edhe romanet. Ose sidomos librat që kanë marrë një çmim Nobel janë shumë bukur, i kam shumë qejf. Edhe klasikët i lexoj, jo shumë, por i lexoj edhe ata. Për momentin e di që do ma bësh dhe këtë pyetje. Për momentin po lexoj Dostojevskin, Adoleshenti që është bërë film? Apo s'është ai? Nuk e di është film, Adoleshenti i Dostojevskit. Adoleshenti është libër shumë i bukur. Është seriali në Netflix Adoleshenti. Jo, nuk ka lidhje. Jo, ky është Dostojevski, është
Është libër klasik. Ne te klubi i librit, imagjino sa qef do ishte ti këtu, se do e shijoje klubin e librit me Blendin, në një herë në muaj mblidhemi, edhe po lexojmë i radhës është Dostojevski, është Krim dhe Shkrim. E pash, po. Edhe po lexojmë edhe, po e lexojmë, unë akoma s'kam fillu 540 faqe sa e pasha që ma, po pa e lexon gruaja një herë, kështu që po. Se do jemi të dy te klubi i librit e herë. Po, edhe Dostojevski i shkru shumë bukur, unë e kam shumë për zemër, mënyrën se si shkru, është vërtet. Shumë unik. E ndajmë vete. Ha buk veçaj. Ha buk veç. Po në roman të thjesht, sepse edhe këto të romanit futen, po janë qik filozofik. Janë shumë filozofik, ma shumë ta. Po, roman, kush ka qenë i fundi që kam lexuar? S'po kujtohet. Po në këto librat self-development. Kam dhe librat e shkollës. Po këto librat ke do veçoje më vete këto librat e zhvillimit personal. Një libër personal. Të zhvillimit personal. Ka do veçoja. Ke marrë shumë të herë në këtë asnjëherë s'po kujtohet. Jo këtë herë kam marrë të tjerë, nuk i kam pa akoma. I di që kam blerë libra kështu, i kam aty. Ku i porositit? Te bukinisti apo te kush? Te bukinisti, te këto. Ku do të gjesh. Po. Kështu që atëherë do librat që të disiplinojnë kam qef më shumë. E kuptoj. Gjëra janë disa libra që të mësojnë disa gjëra të vogla, por që të ndryshojnë. A ke lexuar Rregullo krevatin, çfarë është një libër? E kam lexuar, po. E ke lexuar? Rregullo krevatin, cila është mendësia e Rregullo krevatin? Që filloje me gjë të vogël të mirë në fillim. Siç e thotë Bibla, gjërat e vogla, besnik gjërat të vogla, edhe do bëjnë gjërat më të mëdha. Shumë bukur. Kjo është. Për ne më pëlqen librat me disiplinën, e kam shumë qef. Super, atëherë do ta mbyllim apo të vazhdojmë dhe çik. Na thunë gjë të fundit, Lero. Na thunë gjë të fundit, ndërkohë që po shkojmë drejt fundit. Po. Çfarë është një gjë që do doja ti thoje shqiptarëve në Shqipëri ose në diasporë këtë zgjedhjen parë, se jemi edhe para votimeve. Rrini në Shqipëri, mos më na bëjmë parti politike. Nuk do të them as rrini në Shqipëri. Sigurisht që ajo unë besoj tek ajo shpreha që Shqipëria bëhet, po keni kujdes se kë votoni. Kështu. Kjo është, kështu që ti mos thuaj se apo ti e the Shqipëria bëhet. Sigurisht bëhet. Jo, nuk është motoja e asaj partisë. Okej. E thjesht po them që Shqipëria sigurisht që bëhet, sepse ne jemi njerëz që e duam të mirën. Po. Jemi njerëz që mësojmë shumë, jemi njerëz që punojmë fort, po na duhet klima. Na duhet klima, po na udha klima, ne bëjmë shumë gjëra të bukura. Siç kemi por edhe në vendet e tjera ku shkojmë në diasporë. Atëherë si do ta mbyllim? Atëherë mbyllë do ta them unë kështu. Hajde. Unë do ta thoja për njerëzit që shërben kish. Opa, priçi. Ti që po shërben already apo që mund të nxiten për të përfshi? Njerëzit që po shërben. Edhe njerëzit që kanë qejf të shërbenin. Për të dy grupet. Po. Të shërbyerit në kishë nuk kam pasi diçka kështu. Shpresoj mos dukem shumë filozofik, por kështu e kam menduar me time. Është si shkallë. Të shërbyerit në kishë si shkallë që i ndihmon njerëzit ngjitë sipër, e shikojnë përtej murit. Aha. Kështu e shikojnë të shërbyerit në kishë. Do të thonë gjërat që bënin në kishë, po i ndihmojnë të tjerët të shikojnë gjëra shumë bukura. Aha. Që s'është vetëm për vetë, Zotin në shumë dimensione, në shumë. Sa mirë. Sa bukur e përshkrove. Kështu që ndihmoni sa më shumë njerëz që ngjisin ato shkallë dhe të shohin horizontet e reja. Po. Edhe si mund ta bëjnë duke kontribuar kish, duke ndihmuar, duke. Do doja që podcastin e radhës, kështu që do ta shfrytëzojmë ne sa herë që vjen ti të bëjmë çik mohabet. Do të doja ta specifikoni mi çik. Patjetër. E ti ishte për shembull si një nga ato që folëm, ndaç media ose muzika ose libri ose pasionet e tuaja ti inspironi mi çik për shumë. Patjetër. Por këtë herë pa lëmë kaq, kështu që lëmë kaq si hyrje. Si hyrje tamam. Po. Të e kalojmë shpogë këto ditë në Shqipëri. Shumë faleminderit. Edhe uroj ti kështu ti jetë shumë malli, e ti kish et na vish sa më para prap. Do vi, ju premtoj. Yes, mirë. Jam shumë kurioz tash ti që na ndoq, a kishte diçka që ishte nxitse për ty? Nëse po, do na e komentosh.